Kur këngëtarja e njohur Crusita u bë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 5, ajo deklaroi se e njeh shumë mirë Mateon, ndryshe nga ky i fundit që nuk e pranoi menjëherë dhe u shfaq disi i stepur. Ky moment nuk kaloi pa u vënë re dhe ndezi menjëherë aludimet në rrjet. Sot, raporti i tyre është komentuar nga Olta Sheta, e ftuar në emisionin Live from Tirana me Ronaldo Sharkën. Ajo foli hapur për ngjarjet brenda BBV5 dhe për disa nga banorët më të komentuar. Ata të dy janë nga Elbasani. Elbasani është i vogël dhe njerëzit njihen me njëri tjetrin. Ne në Tiranë themi që Tirana është e madhe, por aty gjithçka dihet. Mund të aludojmë që kanë pasur diçka, edhe kjo mund të jetë. Nuk ka asgjë të keqe. Shumë interesante, por do dalë surprizë, u shpreh Olta. Ajo shtoi gjithashtu se nëse mes tyre ka pasur diçka në të kaluarën, shpreson që situata të mos shndërrohet në një trekëndësh të ndërlikuar si rastet të mëparshme në BBV. Mateo është shumë i mirë, shumë pozitiv, shumë djalë me sedër, tha ndër të tjera Olta Sheta. A do zbulohet e vërteta mes Crusitës dhe Mateos? Publiku pret me kureshtje zhvillimet e radhës brenda shtëpisë së BBV5.